Alors on danse. Flasim në raport me vendin. Në Shqipëri unë këtë tezë e milicisë, sot e gjej për e të parë nga ushtria amerikanë përdoret si milici për këto interesat që thamë, $8, tekno, e gjitha këto që thamë pësdori, unë për e të parë që të gjej në Shqipëri të artikulohet. Mund të jetë përdorur nga analizë dhe zhvillimat të huaj, jashtë, po këtu në Shqipëri ta ka zënë njëri... Ambasadori e di më mirë, po premisa kryesore e përdorimit të ushtrisë për rrugët tregtare... Jo, por të ushtrisë amerikane, vëlla. Po ta thuash për Iranin, ose për të mundin e tjera kuptohet. Britanikët e kanë përdorur për rrugët tregtare, kinezët e kanë përdorur për rrugën e Mëndafshit, osmanët e kanë përdorur për Mesdheun. Pra të gjithë e kanë përdorur ushtria është instrumenti i parë që përdorur për të ruajtur paranë. Po, në rastin konkret. Unë e dëgjoj këtë tezë, e di pse më tingëllon shumë interesante. Se nga që dëgjojmë këto milicit e Iranit në Liban, Hezbollahu, në Irak, në këto, kur pa pritur futet dhe ushtria amerikane dhe mund të përdorësh kontekstin si milici, kjo është shumë e bukur më burë, nuk e sa më kupton. Eisenhower ka ndërtuar tezën e asaj që quhet limits of the US military power. Okej, bëja pyetjen ambasadorit, sep që të ecim. Eisenhower. Ish presidenti amerikan. Ish presidenti amerikan. Tani pyetja ime ambasador është në këtë kuadër, duke thënë tek ajo që thet për një lloj çangazhimi amerikan. Prit sebi këtu. Prit që mos ndërpres më. Irani hedh poshtë publikisht planin amerikan me 15 pika. Kanali kontaktit mbetet i hapur. Këto i kemi nga një raport i shpejt OSINT-ZL. OSINT-ZL është Open Source Intelligence Zone e Lirë. Thonë njerëzit a janë qash kjo, nuk dhe shpëgojmë. OSINT-ZL, Open Source Intelligence Zone e Lirë. Irani jetë poshtë për ambasador sep, ju i dini këto po i them për publikun, planin amerikan me 15 pika, kanali kontaktit mbetet i hapur. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës zhvendosin mira marinsa, marinarë dhe trupa aerore drejt Gjirit Persik. Mbrin të premten, ambasadori e ceku pak. Të premte tha, pritet të shohim çfarë do ndodhi. Pra, e premtja në një mënyrë është një stacion i ri, ku ky tren që ka nisur, do marrin vesh në çfarë drejtimi do iki. Pra, do hyjnë të premten, do hyjnë të premten ose të shtunën, të shna aksion, e se merre vesh. Pra, shvendosin mira me marinët dhe trupa aerore dhe Gjirit Persik, arrin të premten. Ushtria, po këtë e tham, ndërkohë, rreziku i asaj që ne po flasim sot, që po e përjetojmë live, ne po përjetojmë historinë live në këto momente, historinë e një lufte që ende se e vëmë do të emrin për momentin se çfarë është, sepse jemi live, po shumë interesante, ne jemi dëshmitar, sep, dhe kjo është një kënaqësi profesionale pa parë, është eksituese që ne të marrim pjesë live me imazhe, Ledio ka dhe imazhe të tjera, imazhe si është bombarduar sot për shumë me bombarduar Izraeli, do shohim bombardimin natën dhe pastaj do shohim dëmin që është bërë në një qytet me një emër shumë interesant, që unë harrova tani, por tani thot Ledio, për shkallëzim paralel ushtarak diplomatik energjetik. Irani qartëson pozicionin kategorikisht kundër presionit amerikan. Washingtoni rrit, ky është vlerësimi i situatës. Washingtoni rrit gatishmërinë rajonale dhe Trump qetëson bursën. Dhe fatikisht para 2 ditësh, do të thënë, se thuash, bursa u ngrit, pra filloi e mori veten me një herë, sapo tha Trumpi që kemi një marrëveshje, kemi negociate të tjera. Ndërkohë që asgjë ishte e vërtetë, është psajop, është operacion psikologjik i papar. Ndërkohë, pra rreziqet janë zgjerimi rajonal nga Gjiri Persik në Baltik, edhe kjo që do kemi nevojë të na shpjegojë ambasadori, çdo të thënë zgjerim rajonal nga Gjiri Persik në Baltik. Sepse kemi Baltikun me sulmet Ukrainës ndaj Rusisë dhe kemi... Okej, se kemi atë, e kemi fabulën në vete. Dhe nafta nën presion, rreth 2 milion fuqi, në ditë eksporti, kapaciteti rusi prekur nga sulmet Ukrainës, 20 milion fuqi në ditë mungojnë nga mbyllja e Hormuzit. Tani, është momenti që jemi futur te faza e dytë në këtu në emision, Irani hedh poshtë planin 15 pikë është të SBA-s, nisën marinsat, kemi dhe një hartë atje. Këtu Ledio taksirat do ma heqësh pak atë QR kodin, se të do të shohim hartën. Po të ishte pak me madhe harta, do ishte më mirë akoma, po çon si ka. Ja ku janë pikat me të kuqe, shigjetat, se ku mund të hyjnë, pra ku mund të zbresin marinsat, në rastin se do të zbresin në tokë, pra që do futet ushtria. Ky është momenti sebi se për ambasadorin, Bimo. Ambasador, po marr 3 data njëra pas tjetrës për të bërë një pyetje për ta sjellë pak në Ballkan. E para kemi fokusimin e ish presidentit Barack Obama drejt Azis në 2010,
Dhe kemi deklaratat e një pas njëshme, Obama, Biden dhe Trump sa i përket forcimit të mbrojtjes evropiane. Pra kemi një lloj çangazhimi amerikan nga Evropa për të shkuar në sferën e tyre të influencës. Sot, pas 15 vjetësh, këtë e shohim tek doktrina e tyre e re e sigurisë. Kemi në të njëjtën kohë marrëveshjet abrahamike të administratës Trump për të lënë Izraelin apo për të fuqizuar Izraelin si një lloj hegemoni rajonal në lindjen e mesme, si aleati amerikan ku vendet në qoftë se do të kemë probleme të trokasin në derën e Izraelit, çka mund të tregoj gjithashtu dhe tendencën për një lloj angazhimi amerikan më së shumti në sferën e vet në Amerikën, në dy Amerikat dhe përballë një giganti siç është Kina. Në krahun tjetër kemi edhe takimin me rusët, mes liderit Trump dhe Putin, por edhe më herët me presidentin Biden dhe Putin, të folur sa i përket le të themi atë që tani po e cilësojnë të gjithë, që është siguria në Arktik dhe Groenlanda që u kthye në vëmendje. Në të gjithë këta aspekt, kur shohim një, po e them në thonjze, çangazhim amerikan për të shkuar përballë Kinës dhe në sferën e vet të influencës, atë që mund ta quajmë një botë multipolare, çfarë ndodh me angazhimin amerikan në rajonin tonë në Ballkan, kur është aleati ynë më i madh dhe është interesi jonë jetik një angazhim amerikan ushtarak për çështje sigurie? Ambasador. Okej, doja 1 minutë gjysmë, maksimumi 2, për të bërë një sqarim të konceptit, sepse shikoj që milicia i ka tërhequr juve vëmendjen, por ndoshta mund të tërheqë edhe shumë të tjerëve. Termi milicia nga ana ime dhe e komentatorëve që duan të bënë duke një dimension të caktuar, përdoret për ta eksagjeruar pak argumentin, po vetë zoti Trump në pushatën elektorale ka thënë që ne do vëmë Amerikën të parën dhe nuk do të lejojmë më globalistët, duke patur parasysh ish perandorin britanike, sipas tij që ka sunduar për një kohë gjatë politikën e jashtme të Shtetit Bashkuar të Amerikës, të përdorin thesaret dhe gjakun amerikanëve për të arritur objektivat e tyre. Pra, sipas tij, deri në atë kohë, ushtria dhe forca amerikane është përdorur nga Britania, nga globalistët, të përfaqësuar nga modeli i tregtisë lirë i britanikëve, si një milici për të arritur qëllimet e tyre. Pra, termi ndryshon, ndërkohë koncepti është pothuajse po ai. Me këtë besoj që jam disi më i qartë për atë që kam dashur të them. Qartë. Dhe tash le të them ke pyetja e Sebastianit, zoti Zoha. Zhvillimet janë në mënyrë marramëndse të shpejta. Dje për dje është botuar indeksi i perceptimit të kërcënimeve për Shtetet e Bashkuara të Amerikës për vitin 2026, ku çuditërisht, ndryshe nga sa është folur në 20-30 vitet e fundit, gjykohet se Kina nuk ka ndërmend të sulmojë Tajvanin. Pra, vlerësimi i Shtetit e Bashkuara të Amerikës sot që po flasim, është që nuk ka një kërcënim dhe aq të madh për Shtetet e Bashkuara të Amerikës për atë që quhet rreshti i parë i ishujve, pra që mund të prishet ekuilibri i forcave në paqësor, sepse vetë Kina nuk na pas ka këtë objektiv për të sulmuar Tajvanin. Nisur nga kjo, të bën të mendosh që në këtë resetting, në këtë rikonfigurim të gjithë sistemit ndërkombëtar, që unë besoj nga aq sa lexoj dhe sa ndjek, konturet po duken qartazi, se si do të duket të themi në 5-10 vitet e ardhshme, pra me një hap shumë të shpejt nga sa mendoj, që kjo zonë ku jemi neve, që angazhimi amerikan nga rajoni, do të vazhdoj të ketë një si thua rëndësi për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse sido që të jetë puna është një zonë që ata e ndjejnë që ka një pro-amerikanizëm, sidomos në elementin shqipfolës, në faktorin shqipfolës në rajon, ka një element pro-amerikan që nuk mund ta neglizhosh, dhe gjithsesi do ju duhet në këtë rikonfigurim ku Europa Perëndimore po kthehet gradualisht në një vasal shumë të dukshëm ndaj Shtetit Bashkuar të Amerikës, sidomos për sa i përket energjisë dhe financave gradualisht. Fiks.
Kështu që mendoj se ky isulli ku jemi neve do interesoj se Bashkëtorët e Amerikës më shumë kështu siç jemi, se sa me atë turravrapin për tu integruar në Bashkimin Evropian apo ku diun. A do të jemi ne një kal troje brenda Bashkimit Evropian siç është Hungaria aktualisht, sepse Hungaria është pro-amerikane deri në infinit, është pro-NATO, si ka të gjitha qëndrimet siç do NATO dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe nuk i ka qëndrimet siç i do Evropa. Në këtë lloj rasti, a jemi ne një kal troje brenda Evropës si një popullsi tepër pro-amerikane, duke parë rrezikun serb dhe sigurinë që na jep interesi jetik amerikan në Ballkan? Sebastiani fiksin e lajmit të MCN-s tani në këtë moment e vurere, faça perle. Po ambasador. Problemi që mendoj unë që ne nuk kemi në një konsistencë siç kanë hungarezët në politikën e jashtme. Megjithatë, pikërisht për këtë arsye që përmendët juve, rruga jonë drejt Bashkimit Evropian bëhet gjithmonë më e vështirë sepse nuk ka qenë asnjëherë e lehtë, por në këtë konfigurim të ri të shpërndarjes forcave bëhet akoma më e vështirë. Dhe jo më kot, zoti kryeministër thotë që ama na pranoni sido që të jetë edhe pa drejt vote dhe pa të drejtë kështu dhe pa të drejtë ashtu, pra për të shpikur një konfigurim të ri të Bashkimit Evropian, thjesht edhe vetëm që Shqipëria të ankorohet diku sepse është si domate që nuk rritot vetë, po nuk pa ati shkop ku të mbahet. Në këtë këndvështrim, nuk do të kemi, si që po zhvillohen ngjarjet, nuk do të kemi dhe ashtë letë rrugtimin tonë drejt Bashkimit Evropian. Jo për arsye se nuk plotësojmë standardet, por për arsye geopolitike, se po të vi puna për standardet... Geopolitika, ambasador. Prita mbaroj. Mbaroj ambasadori Den, fjalin? Edhe shumë të tjerë para nesh nuk është se i kanë plotësuar kushtet strikt siç do Bashkimi Evropian për të bërë antar. Nuk më duket se në Bullgari, Rumani apo dhe në një vend tjetër ka funksionuar shteti ligjor siç ka funksionuar në Francë apo në Gjermani, megjithatë u bën antar. Në këtë këndvështrim nuk besoj se është mos përmbushja e kritereve, se sa janë konsiderata geopolitike. Se ikëm nga Irani, jemi te Irani, erdhëm këtu tani në Europë, merrem me problemin e BE-s. Jo, doja ta sillja të gjithë kontekstin e siguria rajonale. Pra, do më thënë, Irani ndikon në të gjithë arkitekturën e sigurisë lindjes mesme. Zhvillimet atje, thoti? Shoni gjithë mesdheo si arkitekturë sigurie. Varet nga kush fiton luftën? Lufta, në qoftë se vazhdon dhe në qoftë se mbyllet, ndryshon në gjithë arkitekturën e sigurisë. Në qoftë se vazhdon lufta, shtohen shanset e Ballkanit Perëndimor të bëhet pjesë e BE-s, se mund. Mund edhe të ulen. Mund edhe të ulen, po. Ose jo, e vërtet është. Prandaj e kam këtë me ambasadorin, sepse kryeministri po na sjell për herë dytë brenda disa muajsh në vëmendje Kinën. Pse na e sjell në vëmendje Kinën? Sepse Kinën ju thatë është aktori i cili tani do filloj të luaj në lindjen e mesme. Ambasador, më fal që ju ashtu, po brenda kësaj që mund t'i përgjigjeni Sebastianit, a mund të i futem pak pikërisht brenda për të vënë pak konturet e asaj po flasim. Brenda fabulës që kemi në ekran, pra plani 15 pikësh i SBA-s, dhe ndërkohë kemi dhe 4 kushte, 5 kushte i ka vënë Irani SBA-s. Sepse jemi brenda kësaj, njerëzit kanë nevojë të marrin informacion inteligjent. Kina dhe Rusia bashkë me Iranin, sipas mediave të ndryshme, kanë hartuar një plan 5 pikësh. 5 pikësh, plani 5 pikësh i Iranit është plan deri diku maksimalist, i cili në vetvete... Duhet i themi cilat janë, për njerëzit. Okej, i gjejmë 5 pikat. Në krahun tjetër kemi 15 pika amerikane, cilat gjithashtu janë konsideruar maksimaliste nga Teheran. Duke se i kemi ato, i ka Ledion duke ato 5 pikat, i lexon po, duash Ledion. Ja ti lexoj pak to 5 pikat lutem, se ne kemi shumë larg për publikun, se ambasadori Sebi i din. Atëherë, ndërprerja e plotë e sulmeve dhe atentateve nga SBA dhe Izraelit, krijimi i mekanizmave për siguruar që lufta të mos rifillojë, kompensimi për dëmet e shkaktuara gjatë luftës, ndërprerja e të gjitha sulmeve të SBA-s dhe Izraelit kundër Hezbollahut në Liban dhe milicive pro-iraniane në Irak, dhe marrja e njohjes ndërkombëtare dhe garancive për autoritetin e Iranit mbi ngushticën e Hormuzit. Bukur. Maksimaliste i quajti Sebastiani, ambasador, fjala për ty. Ne po jetojmë një kohë që mundet sikurse Bretton Woods ishte një fshat i humbur në New Hampshire, ku bën mbledhja në korrikun e vitit 1945, po kujtohet vazhdimisht për sistemin financiar që la mbrapa dhe vazhdon të jetë akoma në fuqi. Po duke lexuar se Irani na paskishton, gjithmonë do duhet besojmë ato që lexojmë, që vetëm anijet që kanë blerë naftë me yuan kinez do të lejohet të kalojnë ngushticën. Pra, në qoftë se Irani do të jetë në gjendje të japi një goditje kaq fatale sistemit të tregtimit të naftës deri më sot në $4 dhe ta kthejë në yuan, atëherë
Kjo luftë në qoftë se do të fitohet, qoftë edhe në kuptimin e mbijetesës nga ana e Iranit, do të mbetet në histori si zëvendësimi i institucionit Bretton Woodit me institucionin e Hormuzit, për të ndryshuar mënyrën se si do të zhvillohet tregtia e naftës në të ardhmen. Por për sa i përket këtyre kushteve amerikane apo iraniane, e para duhet thënë që nuk ka absolutisht asnjë mekanizëm komunikimi qoftë edhe indirekt në disë dy vendeve. Natyrisht që diplomatë të ndryshëm pakistanez mund të takohen edhe me amerikanët dhe me iranianët, apo diplomatë egyptianë, turqë e tjerë, por praktikisht nuk ka asnjë mënyrë, asnjë negociat të institucionalizuar. Dhe e thash edhe pak më përpara kur në hyrje të emisionit, që me Iranin është krijuar një situatë e tillë ku vërtet Ayatollah, nuk është Ayatollah, Majtova, lideri suprem, ideali i Ayatollah Khameneit, është lideri suprem, por nga mënyra se si është shpërndar fuqia dhe ajo që është jashtëzakonisht interesante, çudi si me siguri që dhe amerikanët dhe izraelitët e kanë ditur që përpara, por çudi si nuk i marrin eksakt në konsiderat, vetë garda islamike, Islamic Revolutionary Guard Corps e Iranit, IRGC-ja, është një shtet brenda shtetit e ndarë në disa fraksione që komandon banka, tregtia armësh, 10% ekonomisë. Linja prodhimi. Problemi është që gjithë kjo mënyrë organizimi është tejet e decentralizuar, nuk është që ka një kokë dhe po bisedove me atë kokën rreth dakord dhe i zgjidhe problemet. Aty janë gjithë liderë lokal sipas provincave që bëjnë situatë natyrisht i binden, kanë një koordinim me komandën e qendrore, por në fund të ditës janë instruktuar gjatë gjithë këtyre 20-25 viteve të fundit që në momentin që humbet kontrolli, humbet koordinimi me qendrën, janë të lirë të veprojnë si ta shikojnë ata më të arsyeshme. Kështu që në këtë organizim është jashtëzakonisht e vështirë që të kesh një krye, një kokë që do flasin emër të gjithë rezistencës iraniane, po themi, apo në gjithë të shtetit iranian. Kështu që gjithë ato që thuan që po zhvillohen negociata janë thjesht dëshira ose objektiva, më saktë, objektiva të njërës palë apo të palës tjetër. Në fakt po bëhen nëpërmjet Pakistanit të këtë negociata, duhet të theksojmë, e tha pak ambasadori. CNN-i tha që mund të shkohet edhe në Turqi. Mund të shkohet edhe në Turqi. Po bëhen në Pakistanit. Megjithatë, ambasador, për arsye kohe, le ta vëmë pak theksin të ajo që me së duket njerëzit janë më shumë të interesuar për të dëgjuar. Ambasadori bëri një shpjegim shtërus lidhur me rolin e ushtrive, dhe jo vetëm në Amerikë, po gjithandej ku përdoren si milici. Po. Më vjen mesazh ambasadorun ta lexoj të më thuash, je dakord apo jo? Nga një person që s'jam autorizuar ta them emrin. Më thot, donatorët hedhin lekët për të vendosur presidentin që emëron sekretarin e luftës. Sekretari i luftës përdor ushtrin në klapa milicin për të hapur derën kompanive kampione kombëtare në vendin e ri që pushtojnë dhe sundojnë. Departamenti i Shtetit drejton reformat tregtare dhe reformat në drejtësi dhe ligj në vendin e ri që u pushtua duke garantuar fushën e lirë kampionëve kombëtar amerikan. Kjo është qasja e ambasadorit tepër e saktë. Thot ky personi, kështu që nuk ka nevojë ta marrë nga konfirmimi dhe nga ty. Ai e ka interpretuar drejt ambasador? Po jo. Po thuajse, po patjetër. Qartë. Pastaj thot, pra ushtria ambasador / milicia thyen derën, e shkatron dhe e hedh në tokë, i pastron rrugën dhe ja shtron kompanive në bursë. Logjika është që amerikanët pasurojnë dhe konsumojnë produkte më të lira. Rasti më modern është Venezuela. Po jo, dakord? Po jo, ambasador? Dakord, po që do themi Amerika, po themi se amerikanët, janë 1% amerikanëve që kanë sot 99% pasurisë amerikanëve, kështu që ata që fitojnë nga kjo punë nuk është amerikanë i thjeshtë, janë ata që kanë para që fitojnë para më shumë. I pasur i bëhet. Po pse ti thua ulja e çmimeve që ndodh për këtë arsye, nuk zgjerohet edhe amerikanë i thjeshtë? Indirekt po them. Jo, sepse 50-60% amerikanëve jetojnë nga paycheck to paycheck, do më marrin rrogën sot dhe me zi shtyjnë deri në fund të muajit. Janë 1% amerikanëve që zotërojnë gati 90-95% të gjithë pasurisë Amerikës. Dhe ky është një fenomen që ka ndodhur në këto 30-40 vitet e fundit me zhvoglimin gati në zhdukje të shtresës. Neoliberalizëm.
dhe kanë fituar, si thua, Amerika është financiarizuar. Pra njerëzit nuk punojnë më, por luajnë bursë, spekulojnë bursë për të fituar para. E kuptova. Në këtë këmbë E kuptova, ambasador, është shumë i qartë. Do bëjmë një pauzë vogël, ambasador, dhe do rikthehemi edhe pak minuta me këtë, se dua t'ju pyes, që mos harroj pyetjen pastaj Sebastian. Dua t'ju pyes, sa e mundshme është, pra vazhdon të jetë blofi Trumpit, apo është detyruar këtë radhë të hyjë me ushtar në tokë në Iran, në ato dy ishull, në atë ishulli Karg, edhe ndoshta edhe në disa nga brigjet e atje diku afër Hormuzit. Pikërisht kjo është pyetja, po ikim për një xhiro ledio në Çilek, edhe rikthehemi pas pak sekondash me ambasadorin Roland Bimo dhe me Sebastian Zonjën. Po më shijon të tmerësisht emisionin sot, tmerr. Çileku, zonjë të rinj, është për kalamajt tuaj, jo për ju. Ata do flënë atë dhomë. Luleshtrydhja është logo e Çilekut. Pa për t'i mundësuar kalamajve tuaj që janë bebe, sapo kanë lindur, që janë fëmijë të vegjël ose të rinj, dhe në informoshe, ju të shkojnë te Çileku. Ç'është Çileku do thonë, ju shikoni. Të gjitha llojet e krevateve, të mobiljeve, me ngjyrave, të stileve, është në mbi 100 shtete të botës Çileku, është brend ndërkombëtar. Ju do thonë janë, po pse ka mobilje pafund? Jo, kujdes. Mobiljet e Çilekut janë të certifikuara dhe deri në fund muajit i kapni me 40% ulje. Do thonë janë, po të gjitha mobiljet janë certifikuara. Jo, nuk është e vërtet. Shumë mobilje nuk janë certifikuara. Shumica e tyre nuk janë. Kështu që kujdes, mos e lmoni kalamajt tuaj. Shkoni te Çileku, sepse janë certifikuara nga TUV. Futur në internet, shikoni çfarë është. Dakor? Çilek. Mobilje për bebe, fëmijë dhe të rinj. Ku e gjeni Çilekun? Është e thjeshtë. Ose në web çilek.al, shkruaj dhe merr gjithë informacionet, ose në Instagram Çilek Albania bashk, ose te Rrugë Kavajës përballë kompleks Deli Orgji, ose në autostradë kilometri 12, qendra tregtare Prestige Home. Çilek. Rikthehet fabula në ekran, Ledio. Tani që mos që të fitojmë kohë, sepse jemi në fund të emisionit, ambasadori do na rikthehet sërish në kutinë magjike, në stërgjyshin e internetit që është vazhdon të jetë televizioni apo jo. Ambasadori Roland Bimo, që kemi kënaqësinë të kemi edhe këtë të mërkur, i cili nuk do të Shqipëri, është jashtë Shqipërisë dhe prandaj kemi këtë lidhje online dhe falenderoj jashtëmase që rri me ne. Pyetja që unë i bëra ambasadorit para se të shkonim te Çileku ishte pikërisht sa e mundshme është hyrja me trupa në tokën e Iranit. Të premten brinë si shtanë marinsat, cilat janë avantazhet dhe cilat janë risqet. Brenda para se ja fjanë ambasadorit, Seb, pasuro dhe ti këtë pyetje që unë e bëj kështu të përgjithshme, pasuro dhe ti për ambasadorin, po pyetje të lutem. Po pra, për të ndalur te negociata dhe të ndërhyrja ushtarake, na u tha që po vraj Ayatollahu merr fund regjimi. Na thuhet që po iku Putini merr fund bie Rusia, po iku diktatori Kinës bie Kina. Pse nuk ndodh kjo kur ikën kreu dhe pastaj mund vijohet më tej dhe të demokratizohet vendi? Ç'është kjo lloj ideje që po iku njëri, ndryshoni gjithë vendi? Kam përshtypjen që më thënë, nuk di nga ta filloj eksakt, po ndoshta shpjegimi mirë është Military Industrial Complex, është MIC, tash është MIMAC, Military Industrial Media dhe Akademia, që do të thotë media dhe shoqëria civile, akademia, gjithë universitetet apo çfarë merren me letra, me shpjegime, bëjnë të gjithë të njëjtën lojë dhe thonë që Putini. Pa vënë dukje që kemi të bëjmë me një strukturë të tërë, apo Kina, Xi Jinpingu, dhe pa hyrë në analizë. Hamenej. Edhe për Iranin e për vendet tjera. Pra, është një imazh të i gabuar që krijohet nga media dhe nga akademia, dhe ajo që është, mendoj unë, vërtet tmerrsisht e rrezikshme, është që institucionet e specializuara të inteligjencës, pra zbulimet, janë totalisht të politizuara dhe shikojnë në sy shefin dhe thonë atë që do shefi.
dhe nuk guxojnë të thonë të vërtetën. Ky që dha dorëheqjen në Shtetet Bashkuara të Amerikës, Joe Kent, që ishte shefi i kundër terrorizmit. I antiterrorit, po. I antiterrorit thotë një gjë jashtëzakonisht interesante, thotë ne 18 agjenci informative mendoj sa vështirë është që të jenë të gjithë në të njëjtën mendje, për shkak të vendosërimeve të ndryshme që kanë dhe interesave të ndryshme kanë. Ishim të gjithë dakord që Irani nuk përbën një rrezik iminent ndaj Shtetit Bashkuar të Amerikës. Presidenti tha, unë kam informacion tjetër, kështu që nuk i besoj juve, po i bëjsoj atij informacioni tjetër. Që do të thotë kush e jep e para kush e jep të informacionin tjetër, dhe sa i besueshëm profesionalisht është informacioni që shkon presidentit. Dhe po të shikojmë në 20-25 vitet e fundit, në mënyrë të veçantë që nga një projekt i vitit i shtatorit vitit 2000 që quhet projekti për shekullin e ri amerikan. Aty rreshtohen pothuajse të gjitha se çfarë ka ndodhur në këto 20 vite të fundit. Pra, si thua, është vendosur nga një institucion studimor, një studim i porositur nga politika, dhe në gjithësuria e Shtetet Bashkuara të Amerikës ka ecur në këto gjurma, pavarësisht se çfarë informacionesh profesional i kanë ardhur nga agjencitë specializuara. Mos harrojmë, unë këtu janë gjithmonë shumë kurioz se kam një respekt agjencitë çfarë thonë në këtë lloj momenti kur Joe Kent dhe të tjerët që janë ish krerët e këtyre agjencive thonë që hyrja në Iran varet se si merr dhe çfarë skenari merr. Tani çfarë do të thotë hyrja me trupa në ishullin Karg dhe çfarë do të thotë hyrja me trupa për të siguruar Hormuzin? Do ishte shumë papranueshme nga ana ime të bëja ekspertin ushtarak, por të shkosh të pushtosh ishullin me 2-3.000, 5.000, qoftë edhe 20.000 trupa, pa garantuar, si kam dëgjuar ekspertët ushtarak që flasin këto ditë, pa garantuar gjithë bregun e Iranit, pa e siguruar gjithë bregdetin e Iranit, nga i cili mund të qellohen me raketa, me çfarë do lloj arme në drejtim të ishullit, dhe marinsat apo ato trupat e divizionit 82 do ishin të eksplozuara në çdo kohë, duket që është një ndërmarrje aventureske ku opinioni i ushtarakëve nuk është marrë fare parasysh, po thjesht merret parasysh vetëm vullneti i liderit kryesor politik të zgjedhur nga populli që mendon se është edhe më i zgjuar përderisa e ka zgjedhur populli. Kështu që kam përshtypjen që jemi në atë fazë ku zoti Trump ka thënë që nuk ja merrte mendja mbas gjithë atij mobilizimi i forcës të armadës jashtëzakonshme që u grumbulluan në Gjirin Persik me Gerald Ford, Abraham Lincoln, dhjetra anije të tjera, Irani të mos tërhiqej. Kështu që ju duk sikur po të mobilizohesh gjithë ajo masë ushtarake, Irani do të dorëzohej vetëm duke parë forcën. Në këtë rast mund kemi të bëjmë edhe me një bluff, por nga si janë zhvilluar ngjarjet deri tani. Dhe roli i Izraelit në gjithë histori të bën të mendosh që do shkohet më tej dhe do të tentohet invazioni me trupa në terren. Tani në këtë moment ambasador po shohim me imazhe 4 opsionet. Me që jemi pikërisht te kjo pyetje, jemi, se thuash, për që profesionistë dhe në fund, jemi kjo që po shohim tani këto imazhe janë 4 opsionet. Pra, opsioni parë është ishulli Karg, skenari parë, ose opsioni parë. Opsioni dytë është ishulli Qeshm, që është kjo pjesa që jetojnë Arab atje. Ky ishulli madh që është mundi qendër, që është afër ngushtisë së Hormuzit. Dhe pastaj është gjiri i Chabahar. Këtu ka më shumë mundësi të futen dhe do aktivizojnë dhe ushtrinë shënimtare të Baluchistanit. Këto janë opsionet gjitha. Opsioni tjetër është që marinsat do bëjnë misione mbrojtje detale dhe nuk do futen në asnjë vend. Pra janë të gjitha opsionet në tavolinë. Unë e di që dhe nuk dua të lodh ambasadorin sepse ai nuk është ekspert ushtarak, por jesia ai mund na sjelli këtu, se thuash, mendimin e ekspertëve që ai dëgjon për interes të tij, e kupton? Ajo që desha të lexoja ambasador, po më thonë këtu, lidhur me atë që tham pak më lart, se nuk dua të humbas, pak minuta më parë, e di që kjo është një parantezë, nuk ka lidhje me të po flasim, por shumë interesante. Thotë, lidhur me atë që tha ambasadori, nuk është 1% që Amerikanë më i pasur.
Pra është dikush tani që do të bëj debat me ambasadorin. Scott Bessent, që duhet të jetë sekretari thesarit, apo jo? Po? Ka deklaruar, vetëm pak ditë më parë, 10% më i pasur i Amerikanëve, ta dëgjoj me vëmendje këtë sepse unë po citoj atë. 10% më i pasur i Amerikanëve zotron 88% të aksioneve. 40% i pasues zotron 12% të aksioneve, ndërsa 50% i fundit mban kryesisht borxhe si balanca kartash krediti, detyrime qiraje dhe kredi për makina. Ambasador? Shumë dakord me këtë që sapo dëgjova. Mënyra ime e të përshkruarit të 1% gëzojnë atë 90% pasurit Amerikës ka një dozë egzagerimi për të vënë në duke pabarazinë e madhe sociale që ekziston në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por sigurisht ka plotësisht të drejtë. Ato janë shifrat më të sakta. Bukur. Atëre, për ta mbyllur Iranin, ambasador, sepse dua të bëjmë dhe disa minuta të shkojmë pak në Ukrainë, të shkojmë pak në Rusi, se Ukraina ka bombarduar sot një nga portet, një nga, se thuash, qendrat e gazit, në rafineritë e gazit dhe të naftës, një nga më të mëdhajat në Rusi, ka bombarduar Ukraina dhe shumë interesante të kuptojnë, ka reaguar dhe Amerikanët mbrapa, ka darë kjo zëdhën si jam duket, ka thënë Ukrainës kujdes mos bombardoni interesat amerikane në Rusi, nuk e mora vesh mirë ç'a ishte ajo, po ç'të si ka. Ambasador, me një fjalë, kur dëgjon këto 4 opsione që ke në krahun tënd të djathtë i bie në ekran, a mendoj që Trumpi do të detyruar të zgjedhë një prej tyre ose të 4 bashkë? Që ta bëjmë sa më shkurt. Mund të dhe asnjërin prej tyre. Sot kishte një njoftim që gjatë javës fundit në Teheran kanë zbarkuar 17 avion Antonov që kanë çuar në Iran 4 bateri sistemesh S-400 që janë kundër avionëve. Edhe drone. Kanë nga Rusia? Edhe drone, po. Edhe drone. Dhe është lajm që të marrë konsiderat, serios? Agjencitë? Ato një njoftim që po lexoja bënte fjalë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli janë duke studiuar mundësinë e zhurmimit të këtyre sistemeve të mbrojtjes dhe në rast se deri të premten do të gjejnë një mënyrë se si të arrijnë të zhurmojnë, mundet që aksionet të vazhdojnë. Në mos mund të ketë një rikonsiderim të vendimit për të ndërhyrë me trupa në teren. Pra, ambasador, për ta thënë e fjalë thjeshta, nëse ju kuptova mirë, dhe pastaj për ta lënë dhe Sebastianin, pastaj për të kaluar te Rusia, te ajo që ndodhi sot në Rusi. Ju po na thoni, ambasador, që në fakt kjo luftë, okej, dakor, teatri i luftës është në Iran. Dakor, dhe pastaj zgjerimi. Po ju po na thoni që kjo luftë në fakt është lufta e amerikanëve, e një superfuqie, e një perandorie, me një perandori tjetër si Kinën, por jo vetëm. Ju thoni që është një luftë dhe, pra, me Kinën dhe me Rusinë në këtë rast. Po patjetër. Që po zhvillohet në Iran, për të pasur një overview? Rusia mund të jetë më interesuar edhe se sa Kina për të mos lejuar që Irani të bjerë, sepse pjesa e jugut e Rusisë është jashtëzakonisht më tej në rast se Irani do të binte. Nga Azerbajxhani dhe në Azerbajxhanin iranian krijohet një zonë tmerrsisht e rrezikshme për popullsitë muslimane ruse, të cilat mund të polarizohen, galvanizohen kundër Rusisë dhe mund të shërbejnë si një platformë, si trampolin për aksione të ndryshme në brendësitë të territorit rus. Kështu që për sa i përket realisht rrezikjeve që mendojnë rusët se mund të vinë nga arena e Iranit, sipas mënyrës tyre të konceptimit të gjeopolitikës dhe të çështjeve të sigurisë së Rusisë, është me rëndësi jetike për ta që Irani të mbetet ashtu siç është. Bukur. Pro kundër ndërhyrjes me trupa në tokë. Në qoftë se kjo bëhet... Ti vetë po të ishe ambasador i SBA-s, do e zbatoje këto? Për të gjetur 450 kg uranium pasuruar. Dhe jo vetëm, dhe për arsye të tjera, që s'do kishte disa arsye, do i fusi ushtarët? Amerika ka përvojë, pra, ka luftuar në vende ndryshme, nuk është se ka luftuar. Pra, në këtë rast do e mirë riskun përsipër do kishte edhe të vdekur? Nuk e pushton dot gjithë Evropën, se Irani është e gjithë Evropa.
Nuk, shiko, atës Amerikanët dhe askush nuk flet për pushtim, nuk po shkojnë për të pushtuar. Po hyre do e mbash. Më fal, nuk po shkojnë si në Afganistan që dhe 20 vjetë. Po hyre do e mbash. Jo, pra, këtu është për arsye të tjera. Po hyre do e mbash. Edhe Putini në Rusi shkoi për 3 javë dhe ngeli atje. Po hyre do e mbash. Ambasador, se jemi në fund dhe dua të bëjmë të konsumojmë me çik Rusin me Ukrainën. Ambasador, ti vetë po të ishe sot shefi i Shtetit Bashkuar të Amerikës, presidenti. Si jam kurios aty, cilin opcion të zgjidhje? Unë besoj fort në prognozat që bëjnë financierët që merren me çështjet e borxheve dhe ciklet e jetesës së perandorive. Dhe sipas analizave të disa prej tyre, siç është Michael Hudson apo Ray Dalio, Amerika është në fazën e 5, gradualisht po shkon në fazën terminale të rënies së saj si perandori, mbasi ka një borxh të jashtëzakonshëm, ka një deficit buxhetor të jashtëzakonshëm dhe sot që po flasim, ishte një njoftim ku pikërisht ai Scott Bessent, që u citua me të drejtë nga një nga shikuesit të kualifikuar, bënte fjalë që në këtë raport bënte fjalë që Shtetet Bashkuara të Amerikës janë pranë insolvencës, do thotë nuk kanë më para. Nuk kanë para, thjesht nuk kanë para për të mbajtur administratën, ushtrinë e tjera, sepse borxhi ka vajtur aty ku s'mban më, interesat për borxhin janë jashtëzakonisht të larta, shpenzimet ushtarake shumë të larta dhe më e bukur është që në këto kushte, edhe në këto kushte, presidenti ka premtuar ushtrisë që të japë 1.5 trilion dollar për vitin financiar 26-27, sepse të gjitha ato para fillojnë të qarkullojnë pastaj në fabrikat që prodhojnë armë dhe shpërndahen në stock exchange në bursë që të fitojnë para ata që kanë para, si thashë pak më përpara. E kuptova, ambasador, për të shuar kuriozitet që se thuash, është thyer një legjend popullore kjo tashmë, dhe jo vetëm në Shqipëri. Thonë që Amerikanët janë të vetmit në botë që kur s'kan para, presin të reja. Ju e besoni këtë gjë? Pra që është i vetmi vend që e besoni? Makinat e printimit parave në Shtetet Bashkuara të Amerikës janë ato instrumentat më eficient që janë gjithkohës në punë. Pra, a mund të flasim atëre për vështirësi financiare të kësaj perandorie? Po patjetër, sepse në momentin që këto dollar nuk kanë ku të shiten, do të bjerë në mënyrë katastrofike vlera e dollarit. Sepse, shiko, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë prituar deri tani pa hesab dollar, sepse ka pasur vendet e gjirit që i blenin, ka pasur Kina që ishte addicted, që ishte e varur me dollarit. Akoma i ka, apo jo, nuk është janë zvendësuar. Por momentin janë akoma. Pra, petrodollari vazhdon. Po, por në rast se do të vazhdoj të printoj, kapacitetet e tyre janë të limituara, sado. Pra, në qofse vazhdojnë të printojnë përtej një masë të caktuar, edhe këto mallra që garantojnë kërkesën për dollar, kanë një finit, kanë një fund. Qartë. Nuk janë si letër pa fund që mund t'i printosh. Në këtë këmbështrim, pastaj mos harroni që tjetër që Shtetet Bashkuara të Amerikës janë bërë kaq të varur nga bota e jashtë sot, sepse kanë humbur bazën industriale dhe ajo që premtoi zoti Trump në fushat ishte që me politikat ekonomike që do të ndiqte, të kthehesh në politikat e Hamiltonit, ekonomia politike e Shtetit Bashkuar të Amerikës, që në krijimin e saj ishte të mbyllej brenda me tarifa, siç filloi, dhe në këtë mënyrë të rigjeneronte bazën industriale, sepse praktikisht duke harxuar gjithë municion, duke se përmendë juve në fillim të emisionit, që edhe Amerika dhe Izraeli po janë duke konsumuar shumë armatime, për shumë nga këto armatime, për shumë për raketa Tomahawk apo për raketa THAAD të mbrojtjes kundërore, atyre ju duhet patjetër bashkëpunimi me Kinën, jo vetëm për tokat e rralla, për magnetet e rënda, po edhe për një pjesë të ambasador, ka argument. Jemi në fund. Okej. Jemi në fund. Për të bërë paralelizëm me Rusinë, më qenë. E di, po ja tani do hym direkt atje. Okej. Ora në këto momente është 11:15 minuta. Ne kemi akoma dhe 14 minuta fiks para se mbyllet emisioni. Në këto 14 minuta, le të plasi fabrën e 30 të fundit për sonte.